Mesditën e së dielës në familjen e varfër Hazizllari Razjar në Banesë, brenda ndodheshin Rahime Hazizllari 38 vjeçe dhe dy fëmijët e saj me spektrin e autizmit, Luka 13 vjeç dhe vajza e vogël 6 vjeç. Kur zjarfiksi ambërriti aty, nuk gjeti flak, por vetëm ty me blozë. Nga hetimet paraprake dyshohet se zjarri ka qenë aksidental. Soba e druve ishte ndezur në kuzhinë dhe në dysheme gjendej një dyshek sfungjeri. Pranë u gjetën edhe disa kunja shkrepseje. Nuk dihet me saktësi se si mori flak dysheku e më pas orëndit. Tymi masiv mbuloi banesën. Për momenti kemi dy versione. Se brenda në kuzhinë ka qenë soba me dru zjarri dhe poshtë në dysheme kemi gjetur disa shkrepse të ndezura. Tashi për momenti ky është rezultat paraprak, nuk mund të themi një rezultat përfundimtar. Nga dëshmitë e deri tanishme dhe provat në vendngjarje, mësohet se nëna arriti të nxirrte vajzën e vogël në opor përmes dritares, por u rikthye për të marrë djalin dhe nuk ja doli. Fqinjët e alarmuar nga të qarat e vajzës hapën me forcë portën e jashtme të banesës, e cila ishte mbyllur me çelës dhe gjetën në opor vajzën me plagë të shumta djegjeje, ndërsa nënë e birë u gjetën në korridor afër derës së kuzhinës të asfiksuar nga tymi. Kur vajzën çfarë të shikonin? Më tha kjo është e djegur, tha. Po si ka mundësi që në stabori? Si ka mundësi që në stabori? Kur i ram derës me këmbë, e hapëm derën djalë ka qeshtrirë kështu barkas, edhe morë me vëmë në kurverta, atë çupkën pastaj ajo i binte leshi nga koka, i binte, ishte plagë këtej dhe i binte floku, ishte pulla të djegura. Autik me anat autik, ajo as goja as këmbës kishte. Kurse djalka këmbë ti kishte, po gojë s'kishte. Shefi i zjarfikses thotë se djali kishte shenja jete dhe u dërgua në spital, por s'mundi të mbijetoj, ndërsa nëna u gjet pa jetë në vendngjarje. Kur kemi mbritur ne në vendin e ngjarjes, zjarr nuk ka pasur brenda në banesë. Ne kemi gjetur të dy fëmijët, edhe djalin, edhe vajzën i kemi gjetur. Djali ka qenë i pavetdijshëm, kurse vajza ka qenë e vetdijshme. Dhe tek dera e kuzhinës kemi gjetur nënën e tyre në gjendje të asfiksuar. Familja Hazizllari kishte dy fëmijë me spektrin e autizmit dhe jetonte me vështirësi të shumta ekonomike e sociale. Nëna kujdesej për ta, ndërsa babai punonte në ndërtim. 13 vjeçari trajtohej me kemp dhe pagesë kujdestarie në vlerën e 26.000 lekëve në muaj, ndërsa vajza e vogël përfitonte vetëm paketa ushqimore dhe sanitare. Mjekët thanë se gjendja e 6 vjeçares është mjaft e rëndë, me djegje në 45% të trupit. Ajo mbahej intubuar në reanimacionin e pediatrisë në QSUT, ndërsa Ministria e Shëndetësisë theksoi se për momentin është e pamundur të transportohet jashtë vendit.